sërisht nuk është njësoj si dita e parë, domethënë si dita e dekës që thojmë në shqiptarët, sikur ta lirojsh një person në ditën e tretë të pamës ose në ditën e pestë masi ka ndodhur varrimi. Thjesht nuk është as perceptimi njësoj, as ndjeshmëria njësoj, as rëndësia e të marrët pjesë në një ceremoni varrimi ose një ceremoni të pamje nuk është kur njësoj. Prandaj do të thoja që ky vendim i gjykatës speciale është i vonuar, megjithatë prapse në një farë forme i justifikuar mbas nga prizmi i tyre. Është do pyetje shpesh se nuk e kanë liruar presidentin thashë të marrë pjesë në ditën e varrimit. Dhe unë kam një përgjigje për këtë çështje. Janë dy besoj arsyet kryesore. Arsyeja është në një sepse dhomat e specializuara nuk do të kishin mundur ta menaxhojnë lirimin e tina ose ta administrojnë në ditën e varrimit. Po sot, kur vetëm ka pas të vizitoj varrin dhe shtëpinë me sa përcjellje e kanë pru dhe në çfarë kushtesh e kanë pru. Po që do të ndodhte në ditën e varrimit, po supozohet të kenë qenë mira vetë, mira persona, si do t'i mundëson të gjykata speciale që ata njerëz mos takohen me zotin Thaçi, që të mos përshëndeten dorë me dorë, që të mos i afrohen për t'i shprehur ngushëllimet. Prandaj kjo e ka stepë dhe kjo e ka tut dhe kjo e ka bërë që ata thjesht e kanë ditë që nuk mund të administrojnë lirimin e tij në ditën e varrimit, duke ditë peshën e tij, duke ditë fuqinë politike, duke ditë karizmën e tij. Dhe ata kanë pa të përshtatshme që ta lirojnë një ditë tjetër thjesht në kushtet të cilat ne i pam, thjesht duke vizitu varrin, pastaj duke vizitu një ambient të mbyllur siç është shtëpia, e ku nuk do të lejojnë kamerat. Ne e dimë që në ditën e varrimit nuk mund t'i pengosh njerëz, nuk mund t'i pengosh mediat, nuk mund t'i pengosh kamerat, dhe nëse ti zgjedh me i bë kufizime në ditën e varrimit zotit Thaçi, do të dohej një forcë jashtëzakonisht e madhe policore, ja kish humbur esencën e varrimit dhe i kish jep konotacion tjetër. Prandaj është krijuar një praktikë e tillë, duke ditë fuqinë, karizmën, leadershipin e liderëve në Hag. Kjo po mundohet, po realizohet tek disa ditë pas varrimit, edhe në kushte të rrethana të cilat i kemi parë më herët, po i pamë edhe sot. Haradinaj, pyetje e kam tani për ju. A ka ndonjë logjik që nuk e kanë liruar në ditën e varrimit? Jemi në përpjekje raportori lidhur me zotin Haradinaj, i cili qendet rrugës. Do të kalojmë sërish te Arbër Jashari, avokati jon. Haradinaj, tani kam pyetjen për ju, me që se një kthyer në linjë, a ka ndonjë arsye, ndonjë sqarim logjik mos lejimi pra në ditën e varrimit? A mund të qëndroj kjo që ka shumë njerëz të cilët donin ta përshëndesin zotin Thaçi? Jo, nuk është kjo arsyeja. Se këta kështu ashtu e vanun zotit Thaçi, nëse është ashtu atë kanë mujtë me pru edhe i ditë ma vonë, se so bo dhoni, sepse se e prunë sot, pse e prunë atër sot, dhe se e prunë sot, pse prap këto masa që i bon. Mos harro, ata sot se njerëz nuk pe din, nëse ne e din për atje mbrana kur njerëz ku na u kanë kthy. Ata sot e kanë kthy edhe mbrana shtëpije policien. A i ka edhe në dhomat e shtëpis mbrana atje, në dhomat e pritis i ka në koridori i ka policë mbrana.